Në 3 muajt e parë të vitit 2025, popullsia e vendit ka pasur tkurrje natyrore, pasi janë regjistruar më shumë vdekje se sa lindje me një bilanc negativ prej 883 personash. Referuar të dhënave të Instat, numri i lindjeve ka shënuar një rënje të ndjeshme prej 14.1% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit kaluar. Qarku i Tiranës vazhdon të bajë peshën më të madhe të lindjeve me 1750 të regjistruara në 3 muajorin e parë. Në krahun tjetër, Gjirokastra vazhdon të ketë numrin më të ulët të lindjeve me vetëm 76 foshnje, duke vijuar trendin e vitit të kaluar, kur në total ishin vetëm 336 lindje për gjithë vitin 2024. Megjithatë, pavarësisht se vdekjet janë ulur me 5.8%, ato vazhdojnë të jenë më të larta se lindjet. Vetëm në Tiranë regjistruan të paktën 1223 persona që janë ndarë nga jeta, ndërsa qarku i Shkodrës që ka shënuar rritje me 4.3%. Përgjatë vitit 2024 gjithsej linden 23.310 foshnje dhe u regjistruan 22.102 vdekje, me një diferencë 1.208 me shumë lindje se sa vdekje.